Rezultatet e deri tanishme janë këto. Partia Socialiste në rang vendi kryeson me 52.48%. Kjo përkthehet në 244.439 vota që janë numëruar deri tani. Ky rezultat do të jepte Partisë Socialiste 83 mandate në Kuvendin e Shqipërisë. Nga ana tjetër pastaj koalicioni i djathtë i kryesuar nga zoti Berisha, pra për Shqipërinë madhështore, ka deri tani 160.405 vota të numëruara. Ky rezultat përkthehet në 34.44% të votave që janë numëruar deri tani dhe do të thotë gjithashtu se u jep këtij koalicioni 51 ulse në Kuvendin e Shqipërisë, pra 51 mandate për opozitën deri tani. Ndërkohë që kemi Partinë Social-Demokrate të kryesuar nga zoti Tom Doshi, që ka fituar 18.530 vota. Kjo është 3.98% në rang vendi dhe i jep kësaj partie, pra PSD-s, 3 mandate deri më tani. Këto janë gjithmonë rezultate provizore që mund ndryshojnë në varësi të numrave që dalin nga kutit. Nisma Shqipëria bëhet merr 1 mandat. Deri tani ka të numëruara në rang vendi 15.980 vota. Kjo përkthehet në 3.43% të votave që janë numëruar deri më tani. Pastaj Mundësia e drejtuar nga Gron Shea ka 12.066 vota. Kjo është 2.6% e votës që është numëruar deri tani në rang vendi, dhe Lëvizja Bashk gjithashtu ka 5.790 vota të numëruara, që përkthehet në 1.24% të votave të numëruara deri tani. Edhe kjo Lëvizja Bashk, pra me këtë llogari të deri tanishme fiton 1 mandat. Pra do të ishin për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë të përfaqësuar Nisma Shqipëria bëhet me 1 deputet, Mundësia e Agron Sheait me 1 tjetër deputet dhe 1 deputet nga Lëvizja Bashk. Këto janë rezultatet deri më tani. Të tjerat zgënjejnë, do thosha, është koalicioni Euro-Atlantik i drejtuar nga Lulzim Basha, që në rang vendi deri tani ka marrë vetëm 11% të votave që janë numëruar. Kjo përkthehet në 5.154. Ky është rezultati i deri tanishëm. Pas pak në studio me mua do të vi analisti Aleksandër Çipa, do të flasim pak për ç'kuptim ka rezultati që po lexojmë deri më tani. Ky është një mandat i 4, pra dhe i përsëritur, do thosha, për Partinë Socialiste. Me sa duket, mendohet që ajo të fitoj diku midis numri 83 është ai që shfaqet deri tani, po diku midis 78-s dhe 85-s të mandateve, dhe ata që kanë bërë këto llogari e kanë dhënë këta numra, me sa duket kanë qenë të saktë. Kështu që Partia Socialiste shkon me sa duket deri tani e sigurt drejt një mandati të 4 qeverisës.